Qeveria e Serbisë në atë kohë i shkronte investitorëve dhe i kërcënonte që ne kërkonim investitor serioz dhe kishte investitor serioz të interesuar për këtë projekt. Ka qenë një prej projekteve më të bukura dhe më të rëndësishme që ka pas Kosova ndonjëherë. Fatkeqësisht nuk është arritur që të përmbyllet me sukses ky projekt, sepse gjithkohon kur ne kërkonim investitor serioz dhe kishte investitor serioz të interesuar për këtë projekt, qeveria e Serbisë në atë kohë i shkronte investitorëve dhe i kërcënonte që ky projekt është i Serbisë, prandaj do t'ju padisim në gjykatën ndërkombëtare. Dhe nëse një biznes merr një kërcënim të tillë nga një shtet, atëherë kjo me automatizëm e frikson. Ka pasur iniciatorë që, a mund të përmendim me emra, cilët kanë qenë iniciatorët për ta mbështetur këtë projekt? Në fakt ne kemi pas shumë kompani të interesuara. Mirë, por në fund kishte mbetur vetëm një konsorcium i cili ka propozuar një projekt për ndërtim komplet të qendrës turistike të Brezovicës, ka qenë një konsorcium franceze-kosovar, i cili planifikonte të investon 409 milion euro në qendrën turistike të Brezovicës. Ka qenë një projekt 4 stinor, pra është menduar që të ketë aktivitete turistike gjatë mos zhvillohet vetëm në dimër, jo vetëm në dimër, mirë po të ketë edhe aktivitete gjatë sezonave tjera. Kjo do kishte qenë pyetja ime radhës, nëse është shfrytzuar plotësisht kjo zonë kaq e bukur. Ishin planifikuar domthonë aquapark, zona të hotelit të bukura, ka pas interesim shumë të madh të turistëve, po edhe blerësve potencial të vilave nga Shqipëria, sepse dihet që Shqipëria e ka të zhvilluar turizmin veror, ndërsa për turizmin dimror kanë pas interesim shumë të madh që të ketë një zhvendosje domthonë turistëve nga Shqipëria në Kosovë.